Fat to energy. Fat to energy. Të gjatë jeta me që shpresoj që jeni mirë, ndërkohë që unë të ndi shotësin që unë e pi për dopsem, po ju të rëgaj sot se qka kom ble. Dhe sa i kom përësit edhe shumë ju më gëzu kur më kanë ardhur. E tash, muj me fillu edhe një herë. Të gjatë jeta me që shpresoj që jeni mirë, kom ju të rëgu sot se qka kam ble, edhe janë shumë gjana të bukra edhe të lezetshme edhe shpresoj t'ju pëlqejnë. Më të regoni nëse doni të bëj një video të veçantë për t'ju treguar se si po rrin ato në trup. Si fillim po e tregoj këtë porosin e madhe që më ka ardhur prej Tiranës, edhe shumë ama shumë e kam porosit me më dyshje, sepse zakonisht blerit e mija online nuk përfundojnë qashtu qysh unë i komendu, edhe qashtu qysh unë e isha në fotografi. E kam porosit para një muje dhe sot më ka ardhur dhe jam shumë e lumtur me rezultatin se si ka dalë. Është fix si në fotografi. Kjo është një pallë, besoj që e keni pas sa shumë ju kam shkrujt se ku mund dhe me gjetë pallë të gjatë. Më pëlqej shumë kjo forma të kratë, po më pëlqej edhe materiali, shumë i butë edhe shumë i mirë. Për ndryshe, unë kisha dasht akoma edhe më të gjatë, të thot vetëm edhe pak më të gjatë, po kjo forma e gjepave po jep një formë shumë të bukur këtu te beli, edhe pullat, po unë nuk i kam bërthyer të gjitha. Materiali shumë i butë, edhe shumë i mirë. Kështu që, me të vërtet e kam gjetë pallën që unë e kam dasht me pas dimrin që po lëm pas. I kam ble 3 bluza, e kam ble të zezën, në fakt e kam ble të zezën, sepse aq shumë e kam përdor vitin e kalum, sa që e kam la shumë shpesh edhe ka fillu me u dëmtu, me u prish, kështu që e bleva prap të zezën. Kjo më pëlqen shumë, sa shumë e thjesht, por rrin shumë bukur në trup. Se thash mos kam ble një tjetër. Jo, kjo është. Okej. Është kjo e zeza, madje unë i bleva në ngjyra të tjera. Te gat, edhe ngjyrë hire. Tash i vendosin këto varsat, se i kam të njëjta. I vendosa kështu në varsa, se kjo është model tjetër, edhe të njëjta ishin. U friksova për një moment që i kam marrë pak më ndryshe, po fatmirësisht ishin të njëjta. Taram! Pas kam ble qorapa, 3 parë qorapa, 3 euro. S'ko knako normal. Këtë bluzën e bardhë. Kjo bluzë e bardhë më ka pëlqy se shumë e thjesht edhe shumë materialin e butë. Tepër materialin e butë. Kështu që më ka pëlqy mas shumë tepër material, se thjesht ta kam sa të duash. Ble këtë bluzën, që është me kështu gur, edhe e kam ble 7 euro. Shumë e mirë edhe kjo më ka dalë. Po ashtu e ka marrë edhe një bluzë tjetër që është edhe kjo në zbritje, 13 euro. Shë sa e bukur? Gjithashtu e kam ble këtë të zezën, që është shumë e thjesht, i ka pas qëtu detaje qëto, edhe shumë të dora, ka kështu me mangë që shkojnë të bu ma gjana, kështu, ka qenë shumë e ngushtë. Kjo ta jap ndjenjen që është shumë ngrohtë, edhe e mora për pranverë, nuk është as e ftohtë e as e ngrohtë, edhe duhet diçka me e pas për mbi, për shembull unë që thash që shumë vesh, me e vesh edhe këto, kishte me qenë idealja, edhe këto e kam ble 7 euro, ka qenë në zbritje, kështu që edhe kjo është shumë e mirë për verës. Po shopping pa ble edhe set që janë shumë elegant, e për shembull janë këta pantollat, ngjyrë vishnje, dhe gjithashtu ky jeleko, që është komplet me këto. Edhe këto i ka marrë gjithashtu në zbritje. Fati jemi mirë. Po unë sa herë dalë në shopping, gjithmonë i shikoj gjana që janë zbritje, e më pas shkoj tek koleksioni i ri. Kështu që edhe ky set shumë i bukur, mend se më pres me vesh. Kom ble edhe çantë. Normalisht që unë nuk muj me bo shopping pa ble çantë, kështu që e kom ble që çantën, se më ka pëlqyer shumë, edhe kam fix idenë se qysh du me kombinu. Nuk kam kësi materiali, nuk kam kësi madhësie, edhe këtë ngjyrë nuk e kam.
po talem. Nuk mujta pa e ble edhe një çantë. Kështu që kjo është çanta ime e re. Çdo muj Platori unë blen diçka, kështu që kësaj here ma ka blen një fustan. Edhe shumicën e fustanave që i kam dhurat prej Platorit. Platori nuk është se dal shopping edhe ma blen fustanin edhe thot që kjo ka shumë i mirë për trinkën, po ndërkohë që unë e bëj shopping, edhe më pëlqen ndonjëherë një fustan, unë i them zamra po ma blen, edhe ai gjithmonë më jep parat edhe ma blen, kështu që e kam dhurat prej tij. Edhe sa herë bëj shopping, më thot tregom çka po të pëlqen që më ta blej unë. Kështu që po filloj me dhuratën nga Platori, që është ky fustani këto me stil japonez. Shumë. Kur e kam po, kam thonë, okej, gjithë qysh dhura me ble. Është i gjatë, edhe ngjyra ka shumë e bukur. E pat këtë stilin kështu, me u kap këtë, edhe më bëke shumë bukur. Po tash, kur e pash këto, e pash edhe fustanin e zi. Edhe unë e kesh të bu shopping me Elonën, edhe Elona më tha gjithë qysh dosh me blejt zion, mos e blejt kaltërtin, edhe e bleva edhe të zion edhe të kaltërtin. Po, unë e bleva edhe këtë bluzën e bardhë me stil të njëjtë, për shkak se më pëlqej shumë stili i dy fustanave, edhe vendosa me marrë këtë bluzë të bardhë. Unë pëlqej ma shumë edhe e kaft, si ngjyra e bluzës që e kam tash vesh, po me qenë se kom ble shumë gjana kohët e fundit, edhe po mundona mos me ble, edhe kështu që këto ishin mbledhjet e mia të fundit. Shpresoj që s'kam harru diçka, se dia kam pastru gjithë ditën edhe shumicën e gjanave i kam vendosur në dollap, por që nuk besoj që kam harru diçka. Lutem më tregoni nëse dëshironi që këto rroba që i kam mbledh dhe ju tregova ti provoj edhe ti shihni se si po më rri në trop. Unë njerëz kam harru me ja u tregu edhe një të re. Ja martu. Miru pafshim, ju dua shumë.